إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahu Azza wa Jall e lavdërojmë, ata falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje të Allahu Azza wa Jall nga tekësiat e shpirtave dhe veprave tona, atë të cilën e udhëzon Allahu me ursinë dhe mirësinë e Tij nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilën e lën në humbje me drejtsinë e Tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i Tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e drejtë dhe më e vërtetë është fjala e Allahut Azza wa Jall, ndërsa udhëzimi më i mirë dhe më i plot është udhëzimi i pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa vepra më e keqe dhe më e shëmtuar është ajo shpikura në fe, nga se çdo shpikje në fe është bidat, risi, e çdo risi që në humbje, e çdo humbje që në zjarr të xhenemit. Allahu na mbrojt neve dhe juve prej tij. Vëllezër të nderuar, e këshilloj veten dhe juve që t'ja kemë frikën e Allahut Azza wa Jall me një frikë sinqert dhe mos vdesim ndryshe vetëm se duke qenë musliman, t'ja kemë frikën e Allahut Azza wa Jall kudo që t'jemi dhe të pasojmë të keqen me të mirë, se e mira e shtyjnë të keqen, mirë po edhe të silemi me njerëz me një edukat dhe moral të lartë. Në hutbet tona zakonisht e fillojmë me një pjesë të hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që në përkthim i them se fjala më e mirë është fjala e Allahut Azza wa Jall, e kem fjalën për Kur'anin, se është fjala e Zotit, është litari më i fortë mes robit dhe krijuesit të Tij, është urrëfysi i njeriu në këtë botë, është shërues për të, është kushtetut që njeriu duhet me e pas për bazë në jetën e tij, në të ka informacione për atë që ka kaluar, në të ka informacione për atë që do të vjen, ai i cili kapet për të ka shpëtuar në këtë botë dhe në ahiret. Kjo është në pika të shkurtë e Kuranit, e Ramazani është muaji i Kuranit. Kohat më të mira që njeriu i kalon jetën e tij është nëse merret me Kur'an, duke lexuar, mësuar, praktikuar dhe jetësuar, e sidomos në muajin e Kur'anit, për cilin ka thënë Allahu Azza wa Jall: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan." Muaji i Ramazanit është ai muaj në të cilin ka zbritur Kur'ani. Ma gjithësisht, inna anzalnahu fi lejletil qadr, ne kemi zbritur atë në natën e Kadrit, në natën e bereqeshme, për cilën ka thonë Allahu Azza wa Jall: inna anzalnahu fi lejletin mubaraka, ne kemi zbritur Kur'anin në muajin, në ditën e natën e bereqeshme. Pra thjesht, Ramazani, kemi thonë në gjumane e kaluar, së është ngjarje e cila nuk ndodh vetëm tokë se po vjen ky muaj,
po është ngjarje që e përjeton edhe banori tokës, edhe i qiellit, nga se hapen dyert e xhenetit, e mbyllen dyert e xhenemit, e prangosen shejtanet, thjesht e ndjejnë këtë muaj, edhe ata që janë tokë, mirë po ata që janë qiell, e për çka? Pse gjithë kjo madhështi e këtij muaji? Për shkak se në të ka zbritur Kurani. Pra Ramazani, vëllezër të nderuar, është muaji i Kuranit. Muaji të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka veçuar me vepra të ndryshme, e sidomos me leximin e Kuranit. Tregon Abdullah ibn Mes'udi kur e përshkruan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se thotë se ishte njeriu më bujar, njeriu më i xhumert ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, më i xhumert ishte kohë Ramazanit. Pse? Se atëherë e takon të thotë Gjibrilin, dhe Gjibrili ja mëson të Kur'anin atë. Edhe këtë e kishte tradit çdo Ramazan njëherë me përsërit fund e krye Kur'anin, ndërsa në Ramazan në fundit thotë pejgamberi dhe Abdullah ibn Mes'udi se e përsëriti me Gjibrilin 2 herë Kur'anin, që në farforme ishte një paralajmërim se edhe i ka ardhur, domethënë, fundi i jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po që po duam të them vëllezër të nderuar, është se kjo është e gjendja e pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me Kur'an, i cili e mësonte me Gjibrilin, mirë po edhe u falte me Kur'an. Sa që tregon një prej sahabive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fillova me u fal me të namazin, edhe filloi suratul Baqara. Suratul Baqara i ka afër 50 faqe. Thash, ndoshta përfundon domethënë me disa ajete. Edhe vazhdoj derisa e përfundoi surën. E thash, ndoshta përfundon tash surën e po bjen në ruku. E filloi surën tjetër pas saj, që është suratu Ali Imran. Edhe vazhdoj derisa kryti, thash pe kryen edhe kët e po përfundon. E hyrin suratun Nisa, edhe gjitha një recate deri në fund, parafërsisht 100 faqe i lexoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një faqe në rekat të namazit të tina. Sa që u falte atë shumë, derisa u jajin komt. E namazi natës sidomos është namaz për leximin e Kuranit. E kam përsëritur edhe hera tjera vëllezër të nderuar se taravih që i falim ne për xhamiat tona me krahasue me namazin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të vërtet do të nënçmonin veprën tonë dhe punën tonë, namazin tonë. Mirë po prap, edhe pse është i shkurt, kemi ankesa se hoxha për zgjat e kështu me radhë. E nuk zgjidhet zgjatet Kurani vëllezër të nderuar muajin e Kuranit, nga se sahabët, po dhe dietarët pas tyre e kanë pas tradit që me lexu shumë shpesh Kur'anin në Ramazan. E kanë lexu çdo 10 ditë, e kanë lexu çdo 7 ditë, e kanë bë hatme me kanë fjalën, e kanë bë hatme çdo 3 ditë. Ka prej tyre që e ka bë hatme mbrëna dite. S'ka pas angazhime tjera, thjesht çdo çështje që s'kon më rëndësi e ka larguar dhe ka programuar veten se në Ramazan është muaji i Kur'anit dhe atij do t'i përkushtohen. Nga se ka dëgjuar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se për çdo shkronjë që e lexon besimtari nga Kurani i ka 10 sevape. E thotë Abdullah ibn Mes'udi, s'po them alif lam mim, janë një shkronjë, po alifi e shkronjë, lami e shkronjë, mimi e shkronjë, 30 sevape me këto 3 shkronja. Kanë dëgjuar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka thonë nesër lexuesit Kuranit në ditën e gjykimit do t'i thuhet lexo, edhe ngritun në pozitat tua në xhenet deri në jetën e fundit të cilën e përfundon nga Kurani. Kanë dëgjuar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me cili ka thonë se Kurani edhe agjerimi nesër në ditën e gjykimit kanë me anë ndërmjetësues për ata që kanë lexuar apo kanë agjeruar. Kurani do thotë, o Zot, më lejet ndërmjetësoj për të si ja kom prish gjumë nëse kom lënë me flet duke lexuar Kur'an, ndërsa agjerimi do thotë, o Zot, më lejet ndërmjetësoj për të se e kam privuar prej pirjes së ushqimeve dhe kënaqësive të kësaj bote. Pra thjesht kjo është lidhja e Kur'anit në këtë botë me Ramazanin, mirë po kjo lidhje dhe vazhdon për te kësaj bote nesër ditën e gjykimit. E si mos lexohet Kur'ani kur është në Ramazan, kush realisht dyjat e kanë një qëllim që të e pastrojnë zemrën
të kthjellin mendjen dhe njeriu të jetë më i përgatitur që të pranojë urdhat e Allahut Azza wa Jalla dhe të dëgjojë fjalët e Allahut Azza wa Jalla. Përkundrazi, nëse nuk e shfrytëzojmë me lexu vëllezër të nderuar Kur'anin në Ramazan, Allahu Azza wa Jalla ka të rikë vërejtjen një jetë kuranor ku ka thonë: "Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haq." As ka ardhur koha për ata që kanë besuar që më u zbut zemrat e më u përull dhe Allahu Azza wa Jall kur dëgjojnë këtë përkujtim edhe kur të dëgjojnë kjo që ka zbritur për të vërtetës të Kuranit. As ka ardhur Ramazani vëllezër të nderuar që njeriu të zbutet zemra e të merr të lexon Kur'an, e të dëgjon Kur'an, edhe nëse s'din gjuhën arabe, të shfleton tash alhamdulillah, ka ardhur domethënë përkthime të ndryshme, komentime të ndryshme domethënë gjuhën shqipe. As ka ardhur koha vëllezër të nderuar të dëgjojmë fjalën e Allahut Azza wa Jall: "Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha." O ju që keni besuar, pendohuni te Allahu Azza wa Jall me një pendim të sinqert. Pendohuni, largohuni nga mëkatet, kërkoni falje te Allahu Azza wa Jall, nga se është koha Ramazanit dhe koha e pendimit. Asa keni dëgjuar fjalën e Allahut Azza wa Jall dhe s'ka koha me dëgju: "Wa aqimis salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Dhe falni namazin dhe japni zakatin dhe bini ruku me ata që bin ruku. As ka ardhur koha vëllezër të nderuar që thjesht një herë për gjithmonë ju më fal vetëm në Ramazan, ju më fal vetëm xhumë, po më fal 5 vaktet, ju më fal në shtëpi, po më fal në xhami me xhamat. As ka ardhur koha vëllezër të nderuar me dëgju fjalën e Allahut Azza wa Jall kur thot: "Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Thuaje besimtarve që t'i ulin shikimet e tyre dhe t'i ruajnë derën e tyre. As ka ardhur koha që realisht që njeriu të ul shikimin e tij, mos shikon gjithçka, as kur është prezant me dikon, as kur është vetëm, as në për kanale televizive në shtëpit vet, mirë pas në rrugës në tregje. As ka ardhur koha vëllezër të nderuar me dëgju fjalën e Allahut Azza wa Jall: "Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bil batil." O ju që të keni besuar, mos e hani pasurinë e një tjetrit me të padrejtë. Thjesht mos shit blerni me kamat, jo me dallavere, jo me mashtrime, jo vetëm gjatë shitblerjes. Mirë po edhe kur kyn puna dikujna, qoftë e ndërtimtari, qoftë rregullon në një pajisje elektrike, keni kujdes, është muaj Ramazanit, qysh njeriu me vazhdu me të njëjtën avaz si është Ramazanit. As ka ardhur vëllezër të nderuar koha me i dëgju këto fjalë të Allahut Azza wa Jall, edhe me i përjetu, edhe me i jetësu, edhe me ngrit shpirtërisht, edhe në devotshmërinë tonë përmes Kuranit në Ramazan. Afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfaluha. As pe meditojnë Kuranin apo ju kanë prangos atyre zemrat? Thjesht këto dy gjështi janë, ose runa Zot na ka mbyll kjo zemër, na ka prangos, pavarësisht se çka dëgjojmë, çfarë këshilla na vjen, thjesht nuk na bën dobi se realisht nuk ken kohë në zemrën tonë, ose realisht jemi të çaluar dhe thjesht nuk po meditojmë vëllezër të nderuar për Kur'anin, për madhështinë e tij, mësimet e tij, urtësitë e tij në kështu më radh. Allahu Azza wa Jalla thot: "Wa laqad yassarna al-Qur'ana fa hal min mudakkir." E kemi lehtësuar Kur'anin që të më kujtoheni, a ka kush që merr këshilla prej tina? E kemi lehtësuar me mësu, e kena lehtësu me lexu, e kena lehtësu me dëgju, e kena lehtësu me mësu për mensh. A ka libër që mësohet ma letë se Kur'ani në botë? A ka libër që mësu edhe mësohet për mensh nga hafëza jo me mija, jo me qindra mija, me miliona hafëza, për edhe atyre që hiç nuk e din gjuhën arabe edhe fëmijë vogël, se Allahu Azza wa Jalla e ka lehtësuar këtë Kur'an. E ka lehtësuar me mësu dispozitat e tina, e ka lehtësuar që njeriu të praktikojë shumë lehtë, e kështu me radhë, e ne përkundër gjitha këtyre gjërave që Allahu Azza wa Jalla i ka lehtësuar, edhe thjesht në ka ardhur muaj Ramazanit, edhe muaj Kuranit, muaj mëshirës, kur njeriu ka thjesht atë që ceka më herët më i pa angazhume, edhe më i qeti, edhe më i përkushtuar që duhet me kon, e ne prap vjen Ramazani, e shkojnë ditë Ramazanit, e kështu me radhë dhe ne përfitojmë mbas prej kësaj pune. E tutëm
Për asaj që ka thonë Allahu Azza wa Jalla në Kur'an, kur e ka cekur një ankesë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ka thonë: "Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura." Dhe tha pejgamberi: "O Zoti im, populli im këtë Kur'anin tëm me ka leçit, e ka bojkotu, s'po dën meni për ta. Ata ishin pa besimtarë, ata nuk I besonin fare. Mirë po është normale me ardhë gjendje e një besimtari që është musliman, edhe falet, edhe agjeron, e realisht me konë nitë në shkollë me braktis Kur'anin si ata që nuk besojnë, që realisht qoftë se falet, ndoshta veç në namaz tina lexon Kur'an." E kam fjallën për Elhamin, ina, kulu vallahu pjesë dhe më thonë Kur'anit. Apo thjesht nuk e qelë Kur'anin vetëm se në Ramazan. E thjesht ku është Ramazani jonë, ku është besimi jonë, ku është ajo që duhet me qenë besimtari, dhe më thonë I përgatitur këtë gjendje të Ramazanit që më ju përkështu dhe më ju rrek Kur'anit me ma seriozitet që me lexu atë, me dëgju atë edhe në qoftë se zem me lexu, me dëgju atë vëllezër të nderuar, edhe në qoftë se thjesht nuk dim me lexu, fali taravit edhe në qoftë se falem një orë gjysmë, se jetu dëgju Kur'an, nuk jetu dëgju fjalë të kota. Mundoh me jetësu Kur'anin në ato disa për ajeteve që I ceka, kishëm vetëm se përkujtim me tregu se realisht Kur'ani, muaj Ramazanit është muaj Kur'anit që njeriu duhet me dëgju edhe me jetësu. Lutim Allahun Azza wa Jall që të na bën prej atyre që ja din vlerën e Kur'anit, e lexojmë atë dhe praktikojmë atë. Lutim Allahun Azza wa Jall që të bën Kur'anin pranverë të zemrave tona, dritë të gjoksave tona, të bën për atë Kur'anin që ne I largon ankthët dhe stresin dhe mërzit tona. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Vëllezër të nderuar, besimtarë, në Ramazan I rreket Kur'anit, e lexon atë, e dëgjon atë, e praktikon atë, e mëson dhe mediton për të. Edhe në qovë se thash nuk e din gjuhën arabe, njeriu e merr e lexon gjuhën shqipe edhe përfiton prej tina. Sa I thot Zoti ja dën hajrin, ja mëson Kur'anin dhe ja mëson dispozitat e tij. E prej çështjeve që njeriu duhet me I pas konsiderat kohën e Ramazanit, janë me mësu dispozitat e agjerimit, se si agjerohet e çka prish agjerimin. Ne shumica prej neve dim ato që janë domethënë kryesorët edhe historikisht që dihet se çka prish agjerimin. Ushqimi, pirja, marrëdhëniet intime kështu me radhë. Mirë po në kohën bashkëkohore kanë ardhur disa gjëra të s'kan qenë më herët e që realisht është mirë besimtari me e ditë se a prishin agjerimin në ato çështje apo jo. Si fjala për shembull çështja e dializës, që ka njeriu që duhet me pastru gjakun çdo 2-3 ditë. A prish agjerimin një person I tillë apo jo? E shumica dietarëve thonë se një çështje e tillë e prish agjerimin. Për shkak se nuk është vetëm se pastruhet gjaku, mirë me pastrimin e gjakut fshtohen edhe disa çështje tjera që realisht ato mas andaj bëhen sebeb që me prish agjerimin. Çështje tjetër që e kanë cek njerëzit të cilët kanë problem me tension, e marrin zakonisht një hap për me reagu shpejt në nërgju nga sa ajo tretet më lehtë edhe shkon direkt dhe në sistemin e gjakut. Ka dietarë që thonë e prish, mirë po shumica e atyre thonë nuk e prish nga sa realisht kjo nuk shkon më në fyt. Thjesht tretet dhe shkon shpejt, domethënë në sistemin e gjakut, edhe thjesht ajo që ka mundje si shije duhet me pshty edhe me lejen e Allahut Azza wa Jall nuk e prish. E kanë cekur çështjen këta që janë me astm, e kanë një aparat të vogël për frymarrje. Edhe kur kanë ndështërsinë frymarrje përdoren një herë 2-3 varësisht çysh e shohin të nevojshme. Shumica e dietarëve thonë se realisht nuk e prish agjerimin në çështje të tillë.
E kanë cekur rreth çështjen domethënë nëse njeriu ka nevojë me pas gastro gjatë Ramazanit edhe gjatë ditës nuk ka mundësi se ka termin gjatë ditës. Prish agjerimin. Shumica e dietarëve thonë e prish për shkak se çdo gjë që hen trup, e sidomos ajo domethënë kabull apo ajo kamer, zakonisht edhe lyhet me material tjetër që lehtëson hyrjen në trup të tina dhe ajo është një prej sebeve të tjera që e prish agjerimin. Ajo që po duam të them vëllezër të nderuar është mirë mi di këto dispozita se gjithë kem familjar që ka mundësi me pas kësë smundje. Mirë po, jenë pyet hoxhallar për këto mesele se realisht njerëz kanë kësë smundje dhe kanë pas qef me agjeru. S'janë çështje hipotetike që po i flasim vetëm teorikisht, realisht nuk është interesum kush për këto punë. E para fillimisht duhet njeriu me falendëru Zotin që Allahu azza wa jalla na ka dhënë mua ty shëndet. Edhe nuk kanë kohë me pothuaj për asgjë. E ka njerëz të cilët kanë smundje edhe të rënda edhe kronike, kështu me radhë që e kanë jetën bëjë të vështirë. E pra njeriu duhet me qenë shumë mirënjohës. Vetëm çështja e dializës, asaj veshke, shikoni domethënë se sa është e komplikuar me jeta. Një organ nëse nuk funksionon ashtu siç duhet, e ne kemi gjithë organe, gjithë to sistemet organeve, gjithë to trupe, domethënë këtë trup edhe nuk jemi falendërues ndaj Allahut azza wa jall. Pra kjo duhet me pas domethënë çështën e parë, me kon mirënjohës falendërues ndaj Allahut azza wa jall. Mirë po thash ka edhe njerëz që janë smut, edhe pyesin a bën me agjeru që si gjendje. E tash duhet më bë pyetje nën vetes, në të tjerë që jem shnosh. A guxojnë me mendu e mos me agjeru? Thjesht shnosh unë e ti. Dhe më thonë në kohën më të mirë tjetës tonë, edhe thëtë valla po më dhem kryt për po agjeroj. Realisht agjerimi qëto e ka, pak me dopsu, nështë atë dhem kryt, pak në djenori, këtë më radhë, se qëllime është e ja të nësene. Ama jo për çdo arsye njeriu me gjithë, dhe më thonë arsye edhe me prish agjerimin, se në qofë se njeriu me dializë e ka derta me agjeru, po jo, ose ka nevojë tërmend gastroskopisë me bo, edhe pyeta me agjeru ajo, qysh na tjerë të ri e çnosh. Me thonë pe prishi se po më dhem koka, kam diçka një farë marramendje kështu më radhë. Lusim Allahun azza wa jall që të na vëdësoj, na bëj të vëdijshëm për rëndësinë e agjerimit, për rëndësinë e përmbajtjes turave të Allahut azza wa jall, se në to është rregullimi i jetës tonë, shpëtimi dhe lumturia në këtë botë po edhe në ahiret. Lusim Allahun azza wa jall që të na i pranon veprat tona, na i fal mëkatet tona, të fal prindërit tonë dhe të fal këtë musliman në përgjithësi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك من سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.